Një presion i madh mund të jenë, po besoj që ky presion do jetë shumë i vlefshëm për ne për të zbritën e fushme me shumë fort dhe kurajë, sepse është një ndeshje, si thash, normal që është një ndeshje e veçantë, po është edhe një ndeshje futbolli. Duhet të dimë gjithë që këto janë ndeshje futbolli që duhet të him fushë me qetësi dhe të bëjmë më të mirë për të marrë një fitore dhe 3 pikë. Enrico Gaba, Euronews Albania. Hysaj, ke qenë pjesë madje si titullar në 2 ndeshjet 14 dhe 15. Mendoni se duhet një mënyrë e veçantë, paktën edhe nga ju personalisht për shokët e skuadrës për t'i motivuar në këtë përballje, apo le ta marrë si një ndeshje, le të themi, për ta lënë pak jashtë të ngjyrat qoftë nacionaliste, por edhe deri diku politike? Faleminderit. Po, besoj si gjithë e kanë pa atë ndeshjet që kemi luajtur ne atje dhe nuk është një imazh i bukur, për futbollin. Normal që nuk duhet ndodhe ashtu si ndodhe në ato kohë atjerë, po le ta dimë që është një ndeshje shumë e rëndësishme, si thash përpara, është një ndeshje që luajmë për shtetin tonë, për tifozat tonë, për kombin tonë dhe nëse ne fitojmë mund të jetë një krenarie e madhe për ne, po thjesht duhet të jemi edhe të qetë që ta kuptojmë që okej, jemi duke luajtur kundër Serbisë dhe mund të jenë shumë gjëra anasjelltas futbollit që mund flitet, po ne duhet mendojmë thjesht për profesionin që bëjmë ne jemi futbollista. Jemi këtu për kënaqë tifozët dhe për të luajtur për ndeshjen për ta fituar.